Përshëndetje miq. Historikisht, martesa ka qenë dhe mbetet bazë mbi të cilën themelohet një familje e shëndosh, me qëllimet kryesore të përmbushjes emocionale, biologjike dhe të vazhdimit llojit njerëzor. Duke qenë kështu, lidhja e martesës është një nga ngjarjet më të rëndësishme të jetës së njeriut. Mirë po, jeta mund të na sfidojë me të papritura dhe prishjet e martesave ndodhin. Edhe pse akoma si shoqëri refuzojmë të flasim hapur rreth tyre dhe si rrjedhoj prej mungesës informacionit edhe në kohët aktuale mund të hasim në padrejtësi që ndodhin qoftë në nivelin familjar, institucional e të tjera, e që kryesisht ju ndodhin grave. Për të ndriçuar sadopak këtë pjesë pra të martesës dhe divorcit dhe drejtave të grave përgjatë tyre, nga ana ligjore, në studio kemi të ftuar avokaten Rovena Tujani Klinaku. Rovena, mirë se keni ardhur. Mirë se ju gje Isra, shumë faleminderit për ftesën, edhe ju përgëzoj për përzgjedhjen e këtyre tematikave që janë shumë dobishme për aktualitetin ku jetojmë, për sfidat që kemi, për vështirësitë që hasim. E dim se edhe prej anës islame, martesa është një nga marrëdhëniet më të rëndësishme. Nxitet, propozohet, madje edhe konsiderohet traditë e profetëve. Islami deri në detaje i parasheh rregullat, i parasheh obligimet e bashkëshortërve. Mirë po, në rrethanat ku po jetojmë, patjetër se duhet jemi në dijeni edhe për ligjin me të cilin punojmë. Si e definon ligji kosovar martesën? Është e vërtetë ajo që sapo cilësuat, domethënë Islami ka rregulluar në formë të shkëlqyer marrëdhënie martesore, i ka ndarë në formë shumë të barabartë dhe shumë të drejtë detyrat dhe obligimet. Është një ndarje shumë e qartë dhe e kuptueshme për çdo që ka interes si ta di se si funksionon në formën e duhur. Fatkeqësisht, problemi nuk qëndron në legjislacionin, qoftë islam apo qoftë aktual, problemi qëndron në zbatimin e saj, sapo i zbatojmë këto rregulla, qofshin ato hyjnore apo shtetërore. Nëse lexojmë rreth historisë islame, dispozitave islame, mrekullohesh sa bukur janë të ndara dhe sa qartë janë të ndara. Por sot sigurisht do flasim në diçka ligjore që është faktike, sipas dispozitave të kodit familjes të Kosovës, si është e ndarë dhe si është e rregulluar. Në nenin 14 të ligjit për familje është të cilësuar që martesa është një marrëdhënie mes dy personave të gjinive të ndryshme, të cilët me vullnet të lirë vendosin të jetojnë së bashku. Pra qëllimi kryesor i kësaj martese, domethënë synimet, i ka disa synime kjo martesë, ka një qëllim i cili është një qëllim universal natyror i saj, kemi qëllimin universal saj edhe qëllimin shoqëror. Qëllimi natyror ka të bëjë me atë që gjendja natyrore e njeriut është, pra vazhdimsinë e shoqërisë, duke me anë të martesës kemi një vazhdimsi të shoqërisë me krijimin e familjes, me krijimin e fëmijëve. Qëllimi i saj moral është që njeriu është një qenie sociale, ka nevojë që të qëndrojë me dikën, nuk është një qenie individuale që qëndron i veçuar, por ka nevojë ta kalojë jetën nga aspekti moral, emocional me dikë tjetër. Prandaj e ka qëllimin moral dhe qëllimi shoqëror i martesës, që edhe ne gjejmë pikën e përbashkët edhe në Islam, është që njeriu me anë të martesës kërkon dhe pretendon të bëjë edhe diçka për shoqërinë, pra të jetë më social, të ketë mundësi kontribumi në shoqëri, të jetë më i përfshirë në çështje të ndryshme. Pra, ai jep edhe një kontribut për shoqëri, nuk është vetëm një qenie individuale e kufizuar, por është një qenie e cila është më kolektive, funksionon në shoqëri, vepron në shoqëri dhe më i dobishëm për shoqërinë. A parasheh ligji kosovar kushte, kritere për lidhjen e martesës? Sigurisht, janë disa kritere bazike të cilat duhet momentin që kërkohet lidhja e martesës. Kriteri parë kryesor është që të ketë vullnet i palëve, pra lejohet ajo lloj martese, lidhje martesore që është vetëm me vullnetin e të dyve palëve, edhe të vajzës edhe të djalit, kërkohet që të ketë një moshë limit për të patur martesa, pra është mosha 18 vjeçare e sipër që lejohet martesa, me vendimet veçanta shkon dhe deri në 16, por nuk është e preferuar, ajo kalon me vendimet gjykatës. Duhet mos kemi një afërsi gjaku shumë të afërt, është përcaktuar se deri në cilën brez apo deri në cilën
po flasim të brezat e kushërinjve apo largësia me gjak e tyre, është e caktuar me to. Pra edhe mos ekzistenca një martese të mëparshme. Nëse nuk është përfunduar një lidhje martesore të mëparshme, nuk mundemi do të kemi një martesë të dytë. Pra do të përfunduar efektin juridik një martesë që të lidhet një martesë e dytë. Do të thotë poligamia këtu është ndaluar. Poligamia jo vetëm që është ndaluar, është plotësisht ndaluar, por është edhe e dënuar. Është e pamundur që të kemi një martesë të dytë juridike nëse nuk ka përfunduar veprimi martesa parë. Unë këtu kërkoj të vë theks edhe për shkak mbrojtjes drejtave të grave. Ajo grua e cila është e lidhur me një martesë të dytë, le ta themi, e cila nuk është martesë ligjore, nuk ka edhe nuk përfiton asnjë të drejtë në rast se bashorti i saj vdes apo në rast se kemi një trashëgimi që do ndahet më vonë apo një drejtë pasurore, është e përjashtuar nga çdo drejtë juridike kjo grua e cila është lidhur me një martesë jo juridike. Pra, martesa e dytë madje është nga dispozitat të cilat jo vetëm që e ndalojnë, por edhe dënojnë vepruesin e martesës së dytë. Pra është një vepër penale e dënueshme. A ka ndonjë pengesë, a ka ndonjë ndalesë për lidhjen martesore? Pengesat edhe ndalesat të cilat janë për lidhjen martesore janë nëse personi nuk është i aftë për të vepruar, pra kërkohet një aftësi intelektuale të veprimit, mosha e cila nuk është moshë e përshtatshme, me vendim gjykatës, nëse janë raste specifike, kalon deri në moshën 16, por janë rastet pa preferume, pra mosha preferume është moshë e maturisë për mbi 18 vjeç, mungesa vullnetit njerëz për palë, apo nëse kjo martesë krijohet apo nxitet si arsye e një kërcënimi apo si arsye një dhune psikike apo fizike që ushtrohet njërës palë apo palës tjetër. Pra, këto janë ato pengesat që ekzistojnë për një lidhje martese dhe sigurisht sikur se e tham, një martesë ekzistuese. Pra, nëse është një martesë ekzistuese, këto janë gjitha elementet që ty ta pamundsojnë të lidhesh një martesë të re. Le të ndalemi pak te martesa religjioze. E shohim se çiftet muslimane e preferojnë më tepër martesën religjioze, mirë po kjo nuk e zëvendëson, mirë po besoj që e përmbush martesën zyrtare. Ju e përmbledhët shumë mirë, do më thënë, martesa religjioze, apo siç thuhet në gjuhën islame nikahu, është një martesë e cila qytetarët, çiftet vendosin të marrin edhe bekimin e kësaj martese dhe sipas dispozitave islame, sipas dispozitave fetare. Në asnjë mënyrë nuk është e preferuar dhe nuk është e pëlqyeshme që martesa religjioze të zëvendësojë martesën faktike, dhe as e kundërta. Pra, këto dyja janë dy elementë që e forcojnë akoma më shumë martesën. Si mund të funksionojnë forma më ideale? Forma ideale që është edhe e sugjeruar nga aspekti ligjor është në momentin që është lidhur një martesë faktike, juridike, pra në zyrën civile që është e martuar e kurorzuar, atëherë mund të kërkojë një letër, një dëshmi të kësaj martese, një certifikat martese dhe drejtohet te hoxha, te imami për të vazhduar martesën e dytë që është martesë religjioze nikahu. Ose mund të funksionojë në formë të kundërt, bëhet martesa nikahut me hoxh edhe pastaj e merr dëshminë nga hoxha dhe shkon në zyrat e gjendjes civile dhe bën martesën e dytë faktike. Por insistoj edhe ngul këmbë dhe dua ta fokusoj shumë që të shkojmë në mënyrë paralele me të dyja martesat. Mungesa e një martese juridike edhe qëndrimi vetëm në një martesë religjioze, në rastet konflikteve, në rastet divorceve, në rastet problemeve, është shumë vështirë që këto gratë fitojnë drejtat e tyre. Edhe në shumë raste mbetin të pambrojtura nga aspekti i drejtave ekonomike, nga aspekti disa çështjeve tjera që duhet rregulluar. Prandaj, unë i këshilloj të gjitha vajzat dhe gratë që paralelisht me martesën religjioze të shkojnë me martesën juridike, edhe kjo do jetë një formë më e mirë. Idealja do ishte të kishim një lidhje mes institucionit shtetëror dhe institucionit religjioz, ku hoxha që mundson nikahun të ketë autoritetin që bashkë me marrëveshjen e nikahut të njihet si martesë, por ne nuk jemi në këtë lloj situate, përderisa shteti ja ka dhënë drejtën që ky të bëjë një martesë religjioze, pse nuk njihet kjo martesë religjioze, këtu është një pikpyetje, por seriozisht nuk është se është një sfidë pa përballuar.
obligueshme, është një sfidë që nuk ka një kosto ekonomike, nuk ka vështirësi shumë të ndaja, kërkohen vetëm dy dëshmitar, kërkohet një regjistrim në gjendjen paraprake civile në të cilën ti dëshmon që e ke moshën e përcaktuar, ke një pjekuri intelektuale të përcaktuar dhe je i gatshëm të fillosh një marrëdhënie martesore familjare. Pra edhe dy dëshmitar. Pra nuk janë kushte shumë të rënda, edhe nga aspekti islam, edhe nga aspekti juridik për ta përmbushur këtë në formën më të mirë të mundshme martesën. Besoj se kjo mund të ishte idealja që e përmendet edhe ju, sipas ndryshimeve që paraqiten se do të bëhen në ligjin e familjes. Besoj se këtë do ta propozonit apo jo. Ndryshimet e mundshme që janë në ligjin e familjes, janë disa pika që sigurisht neve kemi sugjerimet tona dhe besoj që janë të mirë jo vetëm të popullsisë së Kosovës, po edhe të muslimanëve që janë një pjesë shumë e madhe e popullsisë kosovare. Një nga pikat më të rëndësishme është që martesat lidhet mes dy gjenive të kundërta, pra nuk lejohet në asnjë mënyrë sipas dispozitave tona fetare dhe sipas botkuptimit tonë dhe bindjeve tona të kemi një martesë brenda gjenive, brenda të njëjtës gjeni, edhe në të njëjtën kohë mund të bëhet një lloj lidhje juridike mes martesës religjioze dhe martesës shtetërore. Pra njohje e tyre reciproke ose lehtësimi në procedurave të njohjes, ose një instrument e cila njerëzit të cilët martohen me nikah apo me martesë religjioze, ajo dëshmi, ajo letër të ketë një vlerë juridike. Pra, ajo dëshmi që ka të ketë një vlerë juridike në momentin e divorcit, dëshmia e nikahut, sepse nuk flitet vetëm për çështjen e nikahut, flitet edhe për çështjen e mehrit, pra një dhuratë martesore që djali ja jep vajzës. Është shumë e rëndësishme për ta cilësuar, nëse më lejon pak Esra, për çështjen e mehrit shumë herë është një keq tendencë për ta konsideruar si shitje. Edhe dua shumë ta theksoj që mehri nuk është shitje, nuk është një pazar ekonomik, dhe mehri është një dhuratë ekonomike të cilat familja e djalit bashkë me djalin ja dhurojnë nusës tyre të ardhshme. Janë shumë mirësi që ndodhin këto, janë shumë arsye. Arsyeja është që të ketë një stabilitet ekonomik, arsyeja është që të ndihet e vlerësuar, arsyeja është dhurata nuk ka njeri në botë që nuk e preferon një dhuratë. Kjo është një karakteristikën e dhuratës. Nuk i kalon familjes vajzës, i kalon posaçërisht vajzës. Edhe unë shpesh herë jap edhe sugjerime vajzave, mund të kërkojnë edhe një mehër të kushtëzuar, që do thotë në rast se ato kanë sprova, vështërsi në jetë, apo qoftë shkojnë në divorc, familja e bashortit edhe bashorti kanë të obligueshme të japin një shumë të përcaktuar me ligj. Pra një mehër i kushtëzuar. Nëse ajo nuk ka dëshirë që të ketë një mehër gjatë martesës saj, sepse nuk e ndjen të nevojshme, mund të jetë një kusht paraprak. Në rast divorcis, unë kërkoj që të kem një shumë ekonomike të përcaktuar. Duket shumë e rëndë, duket shumë e keqe, por nga praktika kemi parë shumë vajzat, të cilat askush nuk është lidhur me martesë duke menduar divorcin. Gjithkush është lidhur me martesë duke menduar që do shkojë në formën më të bukur jeta e tyre, por fatkeqësisht ka përfunduar në formën më të keqe. Dhe kur përfundon në formën më të keqe, ajo vajzë, ajo zonjë që ndoshta është me 2 fëmijë, me 3 fëmijë, ndoshta është e parësimuar, e papunësuar, të ketë një bazë ekonomike për të vazhduar jetën e saj. Pra, rikthimi me këtë metodë ne kërkojmë të rikthejmë autenticitetin e mehrit, pra t'ja kthejmë vlerën dhe qëllimin kryesor. Qëllimi kryesor është pikërisht kjo, mbrojtja e gruas në një moment të vështirë të saj. Pra, momenti kur ajo ndihet më e pasigurt, ajo ta ketë një buxhet të cilën e ndihmon për të vazhduar më parë. Nga praktika profesionale një shumë vajza edhe shumë gra të cilat janë në gjendje të tmerrshme ekonomike, të cilat kanë dhe fëmijë në mbrojtjen e tyre dhe në kujdestarinë e tyre, të cilët ndoshta i kanë fëmijë të smur, edhe nuk kanë një buxhet ndoshta prej 2-3 eurove për të filluar një punë të tyre profesionale dhe për të mbajtur familjen. Prandaj është shumë e rëndësishme. Do të thotë po kërkojmë të rikthehet kjo, pasi që aktualisht mehri nuk ka pasoja juridike apo jo. Për momentin jo. Për momentin mehri i caktuar në marrëveshjen e nikahut, marrëveshjen religioze që bëjnë dy palët, çifti dhe prezencën e hoxhës, ka një vlerë, ka një pushtet apo
ka një forcë morale që automatikisht e vendos njeriu përpara një përgjegjësie, por nuk ka vlerë juridike. Pra ajo marrëveshje që ti mund të kesh krijuar diçka, edhe unë i këshilloj vajzat që në rast të tilla të jenë të qarta në qëndrimin e tyre. Çfarë mund bëhet që kjo marrëveshje të jetë me vlerë juridike? Marrëveshja të ketë vlerë juridike është nëse ajo nënshkruhet me të njëjtën kohë përpara autoritetit juridik, që është avokati apo noteri, e bën një marrëveshje paramartesore, nuk mundesh me kërku meher apo marrëveshje të mehrit, por kërkon një marrëveshje paramartesore, një kontratë paramartesore në të cilën ti specifikon që në rastet të mundshme të divorcit që askush nuk do e dëshiron, as djalja as vajza, atëherë djalja është i obliguar të japi vajzës përveç ndarjes pasurisë edhe një shumë prej X parash që ato janë marrë vesh në mënyrë të paraparë. Sigurisht, kjo shkon bazë dhe gjendjes ekonomike të çiftit. Nëse është një familje e cila ka një gjendje ekonomike të mirë, atëherë kjo pretendim mund të jetë i arsyeshëm. Nëse është një familje e cila nuk ka gjendje ekonomike shumë të mirë, por është një familje me baza të mira, me moral të mirë, me sjellje të mirë, sigurisht nuk vlen kjo retorik për të zbatuar. Por në traditat e Kosovës, kur një dasëm kushton 20.000 euro e më shumë, atëherë çfarë do kushtonte një meher prej 2.000 eurove apo prej 5.000 eurove. Pra duhet me pas parasysh edhe gjendjen ekonomike në të cilën po jetojnë këto familje. E përmenda në fillim se ligji i Kosovës e paraqet edhe zgjidhjen e martesave. A mund të na flisni pak më detajisht? Zgjidhja e martesave. Zgjidhja e martesave është e parashikuar në ligjin e Kosovës. Ajo specifikohet, thotë, çiftet vendosin të japin një zgjidhje të martesës tyre në momentin që martesa e ka humbur funksionin e tyre fillestar. Pra cilat janë qëllimet e martesës? Që të ketë një familje të mundshme, të ndërtohet mbas respektit, të mos kemi diskriminime të mundshme, të kemi një respekt dhe dashuri mes palëve, të kemi një bashkëpunim mes palëve, një ndihmës të mundshme. Në rast se pastaj përveç kësaj kemi dhe elemente të tjera që dëmtojnë martesën, si shfaqja e dhunës, shfaqja e zënkave, krizave të vazhdueshme familjare, atëherë çiftet drejtohen në divorc. Sipas studimeve që janë bërë sidomos edhe në vitin 2020 dhe 2021, Kosova fatmirësisht konsiderohet prej vendeve që kanë nivelin më të ulët divorceve në rajon. Niveli më të lartë e ka Shqipëria, e ka dhe Serbia, pra e ka nivelin më të lartë divorceve, por Kosova akoma e ka një nivel më të ulët. Por çdo vit është një dyfishim i numrit. Pra është niveli më i ulët, por çdo vit shifra dyfishohet. Nga 2020 në 2021 kemi një dyfishim të shifrave divorcit. Kjo mund të jetë si pasojë e vetëdijësimit mbase. Është shumë e vështirë ta cilësojmë a kemi një vetëdijësim apo kemi, domethënë, janë disa elementë që vërtet nuk ke zgjidhje tjetër. Pra, edhe pandemia ka bërë faktorin e vet, që në familjet ka pasur një nivel më i lartë i dhunës në familje, dhe kjo i ka bërë njerëzit që ndoshta të reagojnë më shumë. Është një lloj vetëdijësimi, sigurisht, por ne martesën kam qëndrimin tim që është në përputhje të plot sipas dispozitës islame, që mendoj që divorci është alternativa e fundit e mundshme për zgjidhur një martesë. Pra pasi ti ke ezauru komplet metoda tjera, ke ezauru këshillimin, ke ezauru disa elementë që ndihmojnë për ta rregulluar martesën. Nëse e din që martesa ka probleme në filan pikë, mundohesh ta rikuperosh atë pikë. Pra momenti që ti ke ezaruar komplet këto pika, atëherë kalon në pikën e fundit, që është sipas dispozitës islame, kam qëndrimin tim që është diçka e urryer, por e lejuar në momente specifike. Pra, kur familja ka humbur komplet qëndrimin e tij, ka humbur komplet vlerën apo qëllimin kryesor, kur kjo familje nuk ekziston faktikisht, atëherë nuk kemi një martesë, por kemi automatikisht në kalimin e një divorci. Divorci në aspektin juridik është një ndarje juridike. Sikurse martesa është një bashkim juridik, edhe divorci duhet të jetë një ndarje juridike
konsiderohet divorc deri në momentin që gjykata ka marrë vendimin e formës prerë që kjo është divorc, deri në momentin që gjykata nuk e ka gjykuar për divorc, atëherë jemi në prag të divorcit ose procedura divorcit, po të pa divorcuar, kanë drejt çiftet të rikthehen me seancat e pajtimit, me seancat e konsulimit, deri në momentin e fundit kanë drejt të rikthehen në martesën e mëparshme. Pra deri në momentin që gjykata merr vendimin e formës prerë, nuk kemi divorce. Kush e ngret padin, cilat janë pasojat? Padia ngrihet nga të dy palët, nuk është njëra pala po pala tjetër. Padia ngrihet nga të dy palët, drejtohet gjykatës, cilësohet cilësitë që arsyet pse është kjo kërkesë për divorc. Përjashtohet nga divorci dhe nga metodat, nga procedurat e divorcit, nëse çifti në një jetë familjare gruaja është shtatzane, deri në momentin që lind dhe fëmia i bën 1 vjet, është e përjashtuar, pra nuk lejo divorci në këtë epokë, në këtë kohë, por përveç rastit që kemi një divorc me marrëveshje. Pra i kemi 2 forma të divorcit. Forma e parë është kur të dy palët marrin një marrëveshje, flasin me një avokat, përpilojnë një marrëveshje që cilësojnë kushtet e divorcit tyre, që thonë në rast divorci ne do ndajmë pasurinë në këtë formë, do ndajmë fëmijët në këtë formë, do ndajmë edhe detyrimet për ushqim edhe detyrimet për jetesën e palës tjetër në këtë formë. Kjo është forma më e lehtë që ndodh shumë rrallë, sepse kultura jonë nuk shkon fort me marrëveshje, jemi pak gjak në nxehtë dhe përdorim metoda më të rrepta metode, ndërsa metoda e dytë shkon kur njëra palë kërkon divorcin, ajo sigurisht duhet paraqitur përpara gjykatës me një arsyetim të arsyeshëm pse po kërkohet ky divorc. Nuk mund të shkosh ti në divorc për shkak një grindje familjare, por duhet të kesh një arsye objektive për çfarë ti po kërkon në shkuarzimin. Sepse divorci nuk ka pasojë vetëm mes dy palëve, sidomos në raste që kemi familje, kemi fëmijë, divorci ka pasoja më të mëdha. Pra është një pasojë cila pason pasoja tjera që janë fëmijët, edukimi i tyre, kujdestaria e tyre, ndarja e pasurisë, janë një sër çështjes që duhet zgjidhur me procesin e divorcit. Çka implikon fëmijët e përbashkët më specifikisht? Fëmijët e përbashkët është pjesa më e ndjeshme e divorcit, është pjesa më e ndjeshme e divorcit edhe është më e vështirë. Sipas legjislacionit të Kosovës, por kjo është universale, nuk është vetëm Kosovës, gjykata mund vendosë me raste specifike që fëmijët ja japi nënës ose fëmijët ja japi babait, ose në rast se kanë disa fëmijë mund të bëhet një ndarje e tyre, po flas në mënyrë të përgjithshme, komplet në mënyrë të përgjithshme. Pastaj në bazë të padisë, pra cila ka qenë motivi i këtij divorci. Nëse motivi i këtij divorci ka qenë dhuna në familje, atëherë gjykata merr masa që nëna me fëmijët jenë siguruar diku edhe ketë një urdhër arresti ndaj babait që ka ushtruar dhunë ndaj nënës. Në rast se është një rast në të cilën nëna ka qenë një nënë e papërgjegjshme për fëmijët, pra është dëshmuar që kjo nënë nuk ka pasur kujdesin e fëmijës në kuptimin e rritjes, në kuptimin e nevojave fiziologjike të tyre, nëse është një nënë e paftë për të vepruar apo ka disa probleme psiqike ose varësi ndaj drogës e të tjera, atëherë gjykata është më të arsyeshme që babai të jetë i përgjegjshëm, të jetë kujdestar i këtyre fëmijëve, por gjithmonë gjykata është të arsyeshme cili është interesi i fëmijëve. Nëse janë fëmijë komplet vegjël, është tjetër gjykim, nëse janë fëmijë pak më të mëdhej, pyeten dhe fëmijët, merret domethënë informacioni prej tyre, cilën ata duan më shumë, kush është më i kujdesur për ta. Por sigurisht kjo bëhet në bazë të ekspertëve, në bazë të ndihmës së psikologëve që verejnë edhe gjuhën e trupit të fëmijëve, nëse ata janë më të lumtur apo më të kërcënuar me njërin palë apo me palën tjetër. Por në rast të divorcit, po imagjinojmë rastet standarde, në rastin nëna është marrë kujdestare për fëmijët e saj, atëherë gjykata vendos që të ketë edhe një shumë ujore për fëmijët të cilët kanë për të rritur larg babait tyre. Por në rast se kemi fëmijë me aftësi të kufizuar ose fëmijë me probleme ose fëmijë të smur, atëherë gjykata shikon të arsyeshme ku është më e nevojshme që ky fëmijë të qëndrojë. Një rast në cilën jam informuar së fundmi, nuk është rast që po punoj, po kam informacione, fëmia është me aftësi të kufizuar dhe ka nevojë të qëndrojë në familjen që është rritur, pra në atë shtëpi që është rritur, sepse
ka nevoja të veçanta, sigurisht gjykata do japje prioritet fëmijës ta qëndrojë në atë vend banimi që ka nevojë. Pra prioritet ka fëmia në çdo rast. Po marrëdhëniet mes çiftit, marrëdhëniet mes bashkëshortërve që janë në proces divorcimi, si rregullohen? Ne kam fjalën për marrëdhëniet pasurore mes tyre dhe marrëdhëniet tjera. Në momentin që fillon procedura e divorcit, fillon të bëhet edhe një padi për ndarjen e pasurisë. Kemi disa format pasurore. Kemi formën e cila është pasuria individuale dhe pasuria kolektive. Pasuria individuale është ajo pasuri të cilën ti e ke individualisht, që do thotë e ke me anë të një dhurate, e ke me anë të një trashëgimie që mua ma ka trashëguar babai, e ke me anë të një dhurate e cila ose një punë e cila ka qenë e posaçme prej teje, e veçantë prej teje. Pra ka të bëjë me një profesion tënd ose një zbulim tënd ose një libër që ke punuar, pra është një pasuri individuale që dallohet që është individuale jotja. Pavarësisht kohës do të thotë. Pavarësisht kohës. Kjo lloj pasurie është gjithmonë e jotja, individuale. Kjo është pasuri individuale e personit, qoftë djalë, qoftë vajzë. Pra në të dyja raste kjo është një lloj nga ato pasuritë individuale që nuk preket nga divorci. Nëse unë trashëgoj nga babai im një pasuri, çfarë do lloj forme të jetë ajo, atëherë ajo mbetet e imja gjithmonë. Nëse unë dëshiroj ta ndaj me anëtar të familjes, mund ta ndaj, por edhe në rast divorci, edhe në raste të ndryshme konfliktesh, atëherë kjo konsiderohet pasuri individuale e personit. Apo edhe dhuratat e çmuara që mund të jetë, për shembull, gratë kanë edhe pjesën e arit, ajo konsiderohet dhuratë individuale e personit. Pasuria kolektive është ajo pasuri e cila është krijuar nga momenti i lidhjes martesës deri momentin e prishjes kësaj martese. Pra nga gjitha kjo kohë, e gjitha ajo pasuri e cila krijohet në mënyrë të përbashkët mes dy bashkëshortëve, konsiderohet një pasuri e përbashkët martesore. Edhe kjo kërkohet një ndarje përbashkët proporcionale të cilën gjykata e vendos. Kjo pasuri e përbashkët nuk kërkon që të dy çiftet të jenë të regjistruar në një punë. A konsiderohet puna familjare e gruas një punë ekzistuese? Sigurisht që konsiderohet, edhe nëse ajo qëndron në shtëpi dhe merret vetëm me edukimin e fëmijëve, le ta mendojmë si shumica e grave që kanë funksionuar deri vonë, ajo ka dhënë kontributin e saj në familje, ajo është kujdesur për fëmijët, ajo në fakt e ka ndihmuar bashkëshortin e saj që të ketë një karrierë qoftë akademike, qoftë punësimi, qoftë thjesht, çfarë do lloj forme, ajo e ka dhënë një kontribut saj. Pra, nuk ka qenë pasive në komplet këtë procesin. Prandaj pasuria e fituar gjatë martesës është një pasuri e përbashkët. Komplet kjo pasuria e fituar është një pasuri e përbashkët dhe ndarja e kësaj pasurisë do bëhet në mënyrë të përbashkët. Kjo fillon nga momenti që është lidhur martesa deri momenti që fillon ndarja e martesës, pra deri momentin e divorcit, komplet pasuria e fituar në këtë periudhë kohore është një pasuri e përbashkët që në momentin e divorcit ajo ndahet në mënyrë proporcionale mes të dy palëve. Pasuritë ekzistuese që i ka pasur njeriu më parë nuk ndahen me këtë ligj. Pra, nëse dikush ka pasur një banesë, që vajza apo djali, përpara lidhjes martesës, ajo mbetet e saj apo e tij. Pra, neve me divorc, me shkurorzim, ndajmë atë pasuri që është krijuar gjatë jetesës, bashkëjetesës së tyre bashkë. Në këtë pjesë është, domethënë kjo është për shkak të ruajtjes të dyve palëve nga keqpërdorimi i palës tjetër për t'ja marrë pasurinë apo për ta përdorur. Pra, ajo kohë që kalojmë së bashku, të martuar për qëllimin e familjes, të mirat që fitojmë gjatë kësaj martese, le t'i ndajmë, tjerat jo. Dua ta përmbyll emisionin me tendencat e fundit që janë që disa studiues e konsiderojnë divorcin, shkurorzimin si lloj emancipimi. Megjithatë ne prej aspektit islam, ne si komunitet islam, divorcin e shohim si zgjidhjen e fundit apo jo? Po, ekzistojnë tendencat që ta konsiderojnë divorcin si një pjesë emancipuese të shoqërisë. Sigurisht unë mendoj kam qëndrimin tim i cili është i njëjtë me qëndrimin islam, që nuk është divorci është një gjendje e lejuar por e urryer. Pra kur i kemi ezaruar komplet elementet e tjera, atëherë kalojmë në divorc. Emancipimi i shoqërisë do jetë nëse kemi një punësim, nëse kemi një rritje ekonomike, nëse kemi një
politika jo diskriminuese. Kjo është një emancipim i shoqërisë. Në aspektin e divorcit, emancipimi i divorcit do jetë nëse pas prishjes kësaj marrëdhënie familjare, çiftet vazhdojnë të kujdesen për fëmijët në mënyrë dinjitoze, pra vërtet çifti është i ndarë, por fëmijët në mes kanë një baba i cili kujdeset në mënyrë të vazhdueshme për këtë fëmijë, kanë dhe një nënë e cila ushtron kujdesin dhe kontrollin e vazhdueshëm për këtë fëmijë. Pavarësisht konflikteve të tyre bashkëshortore, ato për të mirën e fëmijës kanë një komunikim të shëndetshëm, pra kanë një komunikim të mirë. Fëmijët mos mendojnë që janë fëmijë pa baba apo pa nënë në rast divorci, po të mendojnë që kanë një baba të kujdesshëm për to, kanë dhe një nënë të kujdesshme për to, por që ato prindër vendosin të jetojnë për një arsye apo për tjetër në mënyrë të ndarë. Në mënyrë që fëmijët të ndinë sa më pak praninë e divorcit prindërve në jetën e tyre. Ato janë persona të cilët më shumë e vuajnë divorcin, por unë bëj thirrje në mënyrë të drejtë për drejtë, t'i lejmë inatet, t'i lejmë urrëtiet mes palëve dhe të mendojmë interesin e fëmijëve. Një fëmijë i cili është me prindër divorcuar nuk është një fëmijë jetim, prandaj mos ndihet si një fëmijë jetim. Vazhdojnë prindrit kujdesen dhe të kenë një trajtim të barabartë dinjitetshëm për to. Kur ato shkojnë në shkollë dhe kur ato vazhdojnë jetën e tyre, të mendojnë që kanë një baba që kujdeset për gjendjen e tyre, sikurse kanë dhe një nënë që kujdeset për to. Mos të keni iden që janë të vetëm në këtë shoqëri e cila është plot me sfida, plot me vështirësi. Unë i bëj thirrje të gjithëve që prioritetin në çdo situatë kenë tek fëmijët edhe rastet e divorcit qofshin sa më pak. Njëjtit urim i bashkangjitemi edhe ne si komunitet. Faleminderit shumë që ke gjetë kohë të jesh pjesë e emisionit tonë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi dhe shpresoj që të takohemi për tema më të gëzueshme. Deri në takimin e radhës, Assalamu alaikum.